Nese, bim të pyetja juaj. Pra i shokuar. Po, të shkoj pak të pyetja, po. Po, patjetër më do vi ke pyetja juaj. Po dali një minutë, të lutem ti. Sepse o ta bëjmë të pikën mbi i, të vërtetën mbi mashtrimin, ajo është e qëllimshme, e tha zoti Stafa. Është e qëllimshme djali dashur, gazetari mirë, gazetar king, ç'a do t'i them mendi. Më beso për to që them. Është e qëllimshme që në pikun e verës, tani në temperaturat, vete kompania e sigurt, bashkë me bashkinë, e sigurt që të djegi të bëj atë momentin e fillestar të djegjes, edhe ikën ai, se shef jeri atë di. Sepse ai nuk ka mundur t'i mbledhi dot 100% mbetet në Elbasan. Ja u bë kukumal, edhe u bë nuk u bë mal që polli i mi, po mbetja u bë mal mbi mal. E pa kushte ekologjike, pa kushte inxhinierike. Inceneratori nuk punon, kaluan 4 vjet, do i takonte bashkisë, inceneratorit punonte. Pra, gjithë djegja, fshehe, gjithë problematikën e lekëve që janë marrë, janë vjedhur, janë prishur, prandaj e vënë me përgjegjësi, po doj prokurori, unë jam i gatshëm të vetëm, nuk ka burnënë të ndaloj ti. Nuk ka burnënë të ndaloj si një gladiator. Kemi thënë tash këto njavë, mi bërë deri tash 10-12 veta, do ta marrin vetë ndorti. Nuk do pyesim as për ministrin e mjedisi, as për kryeministër, nuk do pyesim mëti që edhe ata nuk na kanë pyetur ne, sidomos 4 vjet të fundit. Pra, do ta marrë qytetaria e Elbasanit, orë njerëz të arsimuar, orë njerëz o popull Elbasanat që keni prodhuar me mira apo me 100.000 arsimtarë dhe mësuesa. E që duhet shkolla, e që duhet fakulteti mjedisi kur pollojnë nxjera se si të ndosin, e që duhet arsimi i Elbasanit kur pollojnë nxënës se si të ndoten, nga mendja nga truri, atëre pyetja juaj. Ajo është nuk ka jo 50 zjarr fikse, tha ai shefi, po 5000 zjarr fikse mik, sepse vulkani nuk shuhet në zjarr fikse. Ajo është vulkan, ajo është naft, ajo është mbetje kategorisë A, super e rrezikshme, ajo është metali rënd, ajo është kobalt, ajo është kadmium, ajo është zink, ajo është hekur. Ato nuk diqen dot. Ato vetëm e mbajnë gjendje ti mund ta shuash nga sipër, se as nga sipër s'ke për ta shuar, pa ajo është vulkan me 100 metra, ta fa bukra i 8 kat. Kaq shumë mbetje toksike kanë mbajnë këto mbeturina që janë grumbulluar? Po patjetër bujë dhe janë metale të rënda bujë dhe. Si se kupton, janë 7 metale të rënda që janë vetëm as nuk diqen, po vetëm pëlqasin, edhe këto pëlqasin e ka bërë ai plakër mor për të reduktuar mbetjet, që të thojë që unë mblodha 1 milion ton, po në fakt kam mbledhur 200.000 ton. Po 800.000, u dojnë tash, atë gjeti sa kam mbledhur ai. 1 milion ton që ka marrë taksa në vit, 1 milion ton që ka marrë taksa te qytetarëve të Elbasanit në vit, apo 200.000, ai 200.000 ka mbledhur, 800.000 ai i ka shkruar në letra. Tash atë gjeti me pjegën se sa ka mbledhur ai tonë e tjerë. Nuk e di nëse kam inxhinierin edhe një herë se patëm një shkëputje me të. Po, Osman, kalojmë pak tek biseda bashk. Pra, kishim një situatë, po më thoje, ku ishin grumbulluar mbeturina pafund. Tani unë duhet kuptoj që qytetarët sa kanë qenë të shqetësuar mbas kësaj flake në landfill. Tani, unë kam pasur komunikime duke qenë se kam edhe mjaft familjare apo edhe shoqëri në qytetin e Elbasanit apo Serrikut, mbrëm kanë qenë mjaft të shqetësuar, madje vetëm edhe pas një lloj njoftimi nga autoritetet për mënyrën se si do duhet silleshin, kanë kërkuar në rrjetet sociale se si do duhet pra të reagonin në raste të tilla kur tymi kishte pushtuar qytetin në mënyrë kapilare. Pra do duhet thënë për kesh parasysh Elbasanin në një pjesë fushore, ishte totalisht i mbytur nga tymi, pra vetëm ditën e sotme në mëngjes tymi, unë e thash, shkoi nga zona e Serrikut dhe fshatrave të tjerë. Por ajo çfarë realisht mua më ka shqetësuar, sepse do kemi një prokurori që unë besoj do duhet të kryej disa hetime dhe hetimet mirëfillta për të kuptuar situatën që kjo çfarë ndodhi mos, sepse kjo do ketë pasoja edhe për gjatë viteve në vijim. Po të pyesësh një mjek për shembull për situatën aktuale, vë duart në kokë. Unë kam komunikuar me disa mjek pra në Tiranë për të më shpjeguar situatën dhe rrezikun pra shëndetësor që i kanoset qytetarëve. Dhe ata më deklarojnë se janë, pra ky zjarr ka lëshuar në ajër grimca të imta
PM2.5 dhe PM10, që janë ato PM2.5 janë grimca shumë të vogla të cilat dhe sistemi ynë respirator nuk i kap dot dhe ato shkojnë drejt për drejt në mushkëri duke shkaktuar smundje të rënda, për shembull si astma, bronkite dhe infeksione respiratore. A ka patur ndonjë që ka shkuar në spital